Do t'ju tregoj se çfarë kam tek sirtari i vajzës time. Unë kam bërë gati një sirtar vetëm për vajzën dhe ilaçet edhe kremat dhe çdo gjë tjetër që i duhet asaj. Që do t'ju tregoj tani se çfarë i kam blerë dhe çfarë duhet keni me patjetër në shtëpi. E para i herë është termometri. Ky është termometri digital, kam dhe termometrin me zhivë. Këto të dyja për çdo rast temperature apo vaksinimi. Takipirinën shurup, kjo përdoret për fëmijë mbi 4 muajsh, por nëse ka raste që fëmia është më i vogël se 4 muajsh, mund të përdorni doza shumë më të ulta se normalja. Suppostot, unë kam 125, po mirë do ishte t'i kishe 100, po këto kam blerë gabimisht. Dhe kjo bën punë gjithsesi. Kremat e diellit, këto i kam marrë jashtetit, kam marrë 2 copë, i kam marrë të Laroche Posay, janë për beba domethënë. Përdoren mbi 6 muaj, por që vajza kur shkojmë në plazh do jetë mbi 6 muaj, kështu që këto do t'i përdor për plazh, nuk i kam hapur akoma. Kjo është një shampo e Frizidermit, këto e kam që nga lindja. Do pres të mbaroj Mustela dhe nuk do ta blej me Mustelën, do vazhdoj t'i përdor Frizidermin dhe do ta testoj nëse është apo jo e mirë. Këto nuk janë për vajzën. Gjithashtu baby milk të Frizidermit, është me kamomil, shumë qetësuese. Këto janë ato ngjitset e veshit, këto janë shumë shtrenjta. Janë ngjitse për veshët, nëse baby i zë veshët keq. Kjo është ajo gjëja që unë e mbush me ujë edhe kjo më ka ndihmuar shumë për kolikat edhe për dhimbjet e barkut, e mbushja me ujë të nxehtë dhe ja vendosja babyt sipër të barkut. Çfarë është kjo? Këtë nuk e di fare që është. Po, kjo është ujë fiziologjik. Ujë fiziologjik që unë nuk e kam përdor akoma. Unë kam preferuar që kur baby ka hundët e zëna ti përdor nga një pikë qumësh gjiri në secilën vrim të hundës edhe është perfekt. Qofse nuk keni qumësh gjiri, mund të përdorni ujin fiziologjik. Kjo është pompa thithse që i zhbllokon hundët kur ka sekrecione baby. Kjo është ajo kujdesi për kërthizën që kot fare që e kam bler se mund të mbaroja punë me ato pecat e vegjël pambukut që i blen në Rossmann, që kushtojnë shumë pak, edhe me alkol, po kam bler këtë 18.000 lek, nuk e di sa lek ka bo kjo. 14.000 lek, 13.200 lek, por që ja kam fut kot se mund të kisha marru punë me alkol, po kështu është kur nuk din gjë. Ky është kremi i pelenës nga Frizidermi, edhe këtë nuk e kam përdor, kur të mbaroj ato që kam. Ky është vaj trupi po nga Frizidermi. Këto janë mikroklizmat, të cilat më kanë hyrë shumë punë se goca ka pas shumë probleme me jashtëqitjen, me daljen jashtë. Jo që është stabilizuar gjëja, por që këto i përdor vetëm në raste shumë urgjente. Kjo është e Mustelës vaj i trupit, që mund nuk pëlqen fare, po hajde mo, këtë pa maj aty. Kjo është vitamina D, të cilët përpres të mbaroj ato vitamina D që kam aktualisht që e kam hapur dhe do t'i filloj këtë e kam bler jashtetit, e kam bler në Belgjik. Këto janë për mua, vitamina pas lindjes. Kjo është e Frida Baby, kjo është për t'i nxjerr babyt gazrat. Janë një çik të shtrenjta, kjo ka kushtuar diku te 20.000 lek. Ka 10 copë si këto. Ja bëj me vaj ulliri këtë majën. Kjo më ka ndihmuar shumë fakt për dal goca jashtë, i nxjerr dhe gazrat. Bëj me vaj ulliri këtë majën, se nuk dua ta prek, edhe tentoj që t'ja fus nga anusi gocës edhe del jashtë. Edhe gazrat gjithashtu i nxjerr. Kjo është ilaç për barkun, e kam bler jashtetit në Belgjik. Sugjerohet që t'i japësh nga 3 pika deri në 6 herë në ditë, por që unë ja jap 2 herë nga 5 pika, më pak nga që rekomandohet, por se ka qenë shumë efektiv, unë e kam provu, e kam mbaruar një shishe si kjo, edhe e porositë një tjetër që ta kem në shtëpi gjendje se kur nuk i dihet, se goca ime sa herë prish koha e ndjen direkt. Nuk e din nëse ka në shtëpi që nuk e ka një sudokrem, unë kam marrë këtë të voglin, edhe ja përdor shumë rrallë kur skuqet. Ky është kremi i rrebullës, ja përdor vetëm te pjesa e kokës edhe pas veshëve.
Kjo është vitamina që po i përdor aktualisht, ma ka dhënë pediatrat e maternitetit kur kam dalë nga spitali. Ka dhe pak edhe do t'ja mbaroj këtë dhe do t'i nis atë që ju tregova më përpara. Ky është tip ç'a quhet? Probiotiku, po nuk është që jam e kënaqur se zakonisht probiotiku të ndihmon të dalësh jashtë, ky nuk është që i bën asnjë gjë dhe është i shtrenjtë goxha, 18.000 lekë më duket. Nejse, kam këtë që ja bleva para pak ditësh se goca nuk ishte kryer. Edhe ja prisa thonjt me nga ato perset për të rritur, ndërkohë këtu ka perse për beva. Ka këtë gjën që thith koret e hunda nga brenda, ka gëshërët, 2 kryera edhe limat vogla për thonjt. Ka këtë kremin e pelenës Selin Organic, ky përdoret dhe për trupin, ishte super qetësues, ku goca më skuq para pak ditësh kur kam bërë një video, merrti kjo porosia nga Selin Organic edhe realisht situata ka ndryshuar shumë, goca nuk e kam më të skuqur, për brenda 24 orësh çdo gjë u zhduk, çdo gjë është normalizuar edhe kam edhe setin, po do t'i kushtoj një video tjetër këtyre produkteve.